Profesor Anjullës, ju përshëndes, ju ftuat ndiqni parashkimin e motit për sot dhe nesër në vendin tonë dhe kontinentin evropian. Pjesa më e madhe e kontinentit do dominohet nga moti paqëndrueshëm me vranësira, rebeshë shiu, stuhier dhe breshër, ndërsa Gadishulli Iberik, Peloponezi, zona e Ballkanit dhe brigjet e detit të Zi do të mbeten me diell dhe temperatura mbi 35 gradë Celsius. Njëmi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë. Sipas Meteoart do të ketë kthjellime dhe vranësira të herpashershme, ndërsa pasditja sjell shtim të vranësirave më të dukshme këto në veri të vendit edhe në qendër të territorit shqiptar. Temperaturët do të luhaten nga 10 deri në 33 gradë Celsius, era fryt me një shpejtësi 30 km/orë dhe dallgëzimi në brigjet e tare do të arrijë 2 ballë. Shohim tani kushtet e motit për sa i përket rënit e Europës për ditën e nesër. Me Gadishulli skandinav, ishujt britanik dhe pjesa e Europës qendrore do të përfshihen nga rebeshja shiu, ndërsa brigjet e Egjeu dhe detit të Zi, po ashtu dhe Gadishulli Iberik do të mbeten me mot të kthjellët. Njëmi tani me kushtet e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoart, paraditja do të dominohet nga vranësira, kryesisht në veri të vendit edhe në qendër, ndërsa pasditja sjell përmirësim gradual të motit. Temperatura do të varojnë nga 11 deri në 31 gradë Celsius, era do të fryjë me një shpejtësi 60 km/orë dhe brigjet e tare do të priten me dallgëzim, në brigjet e tare 3 ballë. Shohim tani temperaturat minimale dhe maksimale sipas Meteoart për vendin dhe rajonin. Ky ishte parashkimi i motit për sot dhe nesër në vend Europë. Falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.